Më shumë se 2 muaj e gjysmë, kur në seancën e parë në themel përpara se çështja të ndahej, gjykata e posaçme urdhëroi SPAK-un të dorëzonte të gjitha aktet hetimore e Erion Veliajt. Kryebashkiaku i Tiranës ende nuk ka marrë 24 nga 61 fashikuj të dosjes. Avokati i Veliajt kërkoi që trupa gjykuese të marrë masa, ndërsa prokurori Olz Dado pretendojnë se janë dorëzuar vetëm ato akte që lidhen me kryebashkiakun. Edhe provat digjitale që mbrojtja kërkon të lidhura me përgjime apo filmime, Dado thot se Veliaj do t'i shoh për herë të parë gjatë gjyqit. Seanca u shty për shkak se munguan disa avokat, por afatet e paraburgimit u pezulluan për Veliajin, edhe pse e kishte mbrojtësin ligjor në sallë. Kamerat u lejuan vetëm në nisje të gjyqit, për pak minuta, vetëm gjatë diskutimeve teknike të procesit. Kryesuesja e treshes gjykuese Elsa Ulliri vendosi që operatorët të dalin jashtë dhe seanca e parë e gjyqit në themel për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj të mos filmohet. Gjykata mban në konsiderat se pranimi i publicitetit të seancës gjyqësore garantohet nëpërmjet mundësisë së ndjekjes së saj nga publiku dhe përfaqësuesit e medias me pranimin e tyre në sallën e gjykimit. Në rastin konkret, gjykata shkon se prania e kamerave mund të ndikojë në ecurinë normale të gjykimit dhe në zhvillimin e një procesi të rregullt gjyqësor. Mund të krijojë rrezik për ndikim të marrja e provave në mënyrë të rregullt, përfshirë dëshmimet e shkrimtarëve. Po ashtu, transmetimi në media i seancës mund të zhvendosë fokusin nga shqyrtimi gjyqësor drejt debatit publik, duke dëmtuar në këtë mënyrë edhe ecurinë e gjykimit. Për këtë arsye, gjykata vendos refuzimin e kërkesave të paraqitura nga gazetarët. Për këtë arsye, dekada duhet largohen në këtë moment nga salla. Në sallë mungoi qytetari i parë i Tiranës, i cili u përfaqësua nga avokati Plarent Ndreca. Nga SPAK përfaqësimi ishte vetëm nga prokurori Olz Dado, ndërsa Altin Dumani mungoi. E bashkëpandehura në proces, bashkëshortja e kryebashkiakut Ajola Xoxa nuk ishte e pranishme. E në mungesë dhe 2 avokatët e saj, Maksim Haxhia, i cili ndodhej jashtë vendit në Lubjan, dhe Dritan Jahaj, i cili për shkaqe shëndetësore nuk mund të ndodhej në gjyq. Xoxa paraqiti prokur për ndryshimin e mbrojtësve e tashmë do të përfaqësohet nga dyshja Gurali Ibrahim Llari dhe Maksim Haxhia. Prokurori i posaçëm vlerësoi se seanca duhet të shtyhej, duke parë shkakun tek mos paraqitja e të pandehurve apo avokatëve të tyre, bashkë me kërkesën që afatet e paraburgimit për kryebashkiakun Veliaj, i vetmi që ndodhet në qeli në këtë proces, të pezullohen deri në mbajtjen e seancës tjetër. Kërkesa u quajt antikushtetuese nga mbrojtësi Plarent Ndreca përballë faktit që Veliaj e ka përfaqësimin në sallë me avokat. Kryebashkiaku po e nis nga e para gjyqi në themel, pasi më 27 prill togat e zeza ndan çështjen, duke pranuar gjykimin e shkurtuar për 11 të pandehur të së njëjtës dosje, mes tyre edhe ish deputetja Klotilda Bushka. Veliaj dhe 18 të pandehur të tjerë kanë tashmë një proces normal me trup të re gjykuese, Elsa Ulliri, Flora Hajredinaj dhe Besmir Stroka. Në seancën e kësaj të martë, Plarent Ndreca tha se Veliaj ende nuk ka mundur të ketë në paraburgimin e Durrësit 24 fashikuj. Kjo bie ndesh, theksoi ai, me vendimin që gjykata mori para se çështja të ndahej, që Veliaj të njihej me të gjitha aktet. Nuk është zbatuar ky vendim dhe kërkojmë të merren masa. Asuna si pandehuri nuk kemi akses në prova, akoma nuk kemi kopje. Kjo kohë deri në seancën tjetër të përdoret për të na vënë në dispozicion prova digjitale. Në përgjigje, prokurori Olz Dado tha se provat digjitale do të shihen gjatë gjykimit. Për kërkesat e avokatit të Veliajt, gjykata tha se do të bëjë verifikimet dhe do të shprehet në seancën e radhës, më 10 qershor. Por deri atëherë, gjykata e posaçme vendosi të pezullojë afatet e paraburgimit për kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Kryeministri Edi Rama deklaron se Shqipëria është në rrugën e duhur për zgjidhjen përfundimtare të çështjes së pronave dhe se procesi mund të mbyllet shpejt. Ai paralajmëron reformë të thellë me bashkimin e agjencive dhe kritikon vendimarrjet gjyqësore që sipas tij vijojnë të krijojnë probleme. Pronat janë një nga çështjet më të dhimbshme të tranzicionit shqiptar, duke u kthyer në një pengesë për zhvillimin ekonomik e shpesh burim tragjedish, për shkak të konflikteve të shumta. Pas 36 vitesh, kryeministri Rama tha sot se procesi mund të përmbyllet shumë shpejt duke riorganizuar agjencitë ndryshme shtetërore. Së shpejti do të kemi edhe reformën e agjencisë. Do të cillim më shumë detyra në një ombrell, në një çati, le të themi, sepse të pasurit e agjencive të veçanta dhe të ndara nuk e kanë ndihmuar procesin, sepse kur agjencitë që shkojnë në drejtime përkatëse kanë krijuar më tepër konfuzion dhe kanë sjellë më tepër të lashe.
Tani besoj se kemi një ide të qartë dhe të mirë se si ta formsojnë me administratën e pasurive të paluajtshme nga A-ja tek Z-ja, me bashkimin e një sër agjencive në një, ndërsa pjesa tjetër është të vazhdojmë dhe të vazhdojmë punën. Për kryeministrin, në kaosin me pronat ka ndikuar jo vetëm sistemet qeverisëse, por edhe vetë drejtësia, si në të kaluarën edhe tani. Sot e kësaj dite përballemi me probleme sepse disa gjyqtarë kanë vendosur se mund të marrin sot vendime bazuar në ligjet e së djeshmes. Pra, ligji i ri në zbatim për kompensimin mund të anashkalohet dhe vendimet e gjykatave që krijojnë barrë të shtuar mbi financat e shtetit mund të jepen edhe sot, kështu që situata është e komplikuar. Teknologjia duket se i ka ndihmuar institucionet tona në përmirësimin e situatës dhe gjetjes së një rruge për të ardhmen. Më duhet të them që për vende si joni, teknologjia e re na ka sjellë le të themi një bekim të vërtet, sepse na ka lejuar të bëjmë hope që ndryshe nuk do të ishin të mundura. Rama i bëri komentet në konferencën rajonale nga pronat tek Progresi, ku vendet e Ballkanit Perëndimor u mblodhen në Tiranë rreth një vizioni të përbashkët për trajtimin e pronave në kuadër të procesit të integrimit. Kryeministri Edi Rama është nisur drejt Brukselit, ndërkohë për të marrë pjesë në konferencën e 8 ndërqeveritare Bashkim Evropian Shqipëri, e cila çel fazën përmbyllëse të negociatave për anëtarësimin. Kryeministri do të mbërrijë në Këshillin e Evropës bashkë me delegacionin e përbërë nga ministrat e kabinetit qeveritar rreth orës 18:50. Sipas agjendës zyrtare është parashikuar një foto familjare përfaqësuesve të qeverive të vendeve anëtare dhe mëtej nisja e konferencës ndërqeveritare në orën 19. Në përfundim të takimit rreth orës 20:15 pritet një konferencë për shtyp. Konferenca ndërqeveritare vjen pasi vendi kaloi me sukses objektivat e ndërmjetën për grupin e themelorëve, si dhe përcakton kushtet për mbylljen e negociatave për kapitullin 23, që është gjyqësori dhe të drejtat themelore, dhe kapitullin 24, drejtësia, liria dhe siguria. Gjetja e konsensusit mes vendeve anëtare për t'i dhënë më në fund dritën jeshile hapit tjetër të rëndësishëm të integrimit ka ardhur me një shpërsim të termave në dokumentin final të aprovuar javën e shkuar nga përfaqësuesit e vendeve anëtare. Dokumenti i Këshillit të BE-s ka gjuhë më kushtëzuese se ai i Komisionit, duke vënë theksin tek rezultatet konkrete për sundimin e ligjit dhe reformat. SPAK dhe presionet politike ndaj tij dalin në plan të parë, ndërsa korrupsioni cilësohet si shqetësim thelbësor. Për këtë temë është një dalje publike tani, do ta ndjekim, është duke folur nga Partia Demokratike Gazmend Bardhi. Përputhje të plot me rekomandimet dhe gjetjet e OSBE-ODIR-it në raportin e fundit për zgjedhjet e 11 maj. Më parë, komisionet hetimore të kërkuara nga opozita dhe të refuzuara nga Edi Rama nuk konsideroheshin problem për negociatat. Sot, në tryezën e negociatave, qëndron kushti i Bashkimit Evropian për mbikëqyrje efektive dhe të papenguar të qeverisë nga parlamenti. Më parë, ndërtimi dhe tregu i pasurive të paluajshme nuk trajtoheshin si alarm për negociatat. Sot, Bashkimi Evropian identifikon ndërtimin si sektor të ekspozuar ndaj korrupsionit, paras informale dhe pastrimit të parave të pista. Kjo do të thotë se pas 13 vitesh qeverisje, Shqipëria nuk po hyn në fazën më të rëndësishme të negociatave me më shumë besim nga Europa, por me më shumë kushte, më shumë mosbesim dhe më shumë sinjal alarmi. Të dashur qytetarë, duke falenderuar se i cilin vend antar të Bashkimit Evropian për mbështetjen e vazhdueshme që i kanë dhënë Shqipërisë për të vazhduar rrugën e pakthyeshme të antarësimit në Bashkimin Evropian, Partia Demokratike dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk do të humbas kohë me retorik boshe politike, por do të nisë përkthimin në akte konkrete të disa prej kushteve që Bashkimi Evropian i ka vendosur Shqipërisë si pasojë e keqeverisjes së Edi Ramës. Për këtë arsye, gjatë ditëve në vijim do të depozitojmë për miratim në Kuvendin e Shqipërisë 3 nisma konkrete që kërkojnë votën e deputetëve pro integrimit evropian. Së pari, shfuqëzimin e ligjit për investimet strategjike dhe të gjitha ligjeve që kanë ndjekur modelin e këtij ligji famkeq. Këtë e kemi kërkuar edhe më parë me nisma konkrete, por grupi parlamentar i Partisë Socialiste me urdhër të Edi Ramës
i karrozuar, sepse pas këtij ligji qëndron vetë Edi Rama, interesat e tij personale dhe rrethi i oligarkëve të krijuar nga pushteti. Ky ligj special i papajtueshëm me frymën europiane të konkurrencës dhe barazisë përpara ligjit, për vite me radhë ka prodhuar favorizime, mungesë konkurrence, grabitje të pronave publike dhe private dhe deformim të ekonomisë së tregut të lirë. Pikërisht me këtë ligj lidhet drejt për drejt shqetësimi i 27 vendeve të Bashkimit Evropian lidhur me PPP-t, sektorin e ndërtimit dhe korrupsionin në Shqipëri. Së dyti, do të depozitojmë një iniciativë për dekriminalizimin e plotë të shpifjes ndaj gazetarëve. Me këtë nismë, ndërmarrim një hap konkret në mbrojtje të lirisë së medias dhe në përputhje me standardet më të mira europiane që kërkojnë mbrojtje më të fortë për gazetarët dhe fund të presionit politik apo penal ndaj tyre. Të paktën gazetarët shqiptar që sot vuajnë pasojat e autocensurës, censurës nga pronarët dhe pasigurisë për vendin e punës, të mos përballen edhe me kërcënimin e ndjekjes penale nga zyrtar të lartë të korruptuar. Së treti, do të depozitojmë një iniciativë për kriminalizimin e plot pastrimit parave si vepër e veçantë penale në Kodin Penal të Republikës Shqipërisë. Kjo është një nga kërkesat më të drejtë për drejta të Bashkimit Evropian në këtë fazë të negociatave përballë alarmit në rritje për ekonominë informale, sektorin e ndërtimit, korrupsionin vendimtar dhe qarkullimin masiv të parasë së pisët në Shqipëri, sepse sot për herë të parë Bashkimi Evropian nuk po flet më vetëm për korrupsionin si fenomen, por për rrezikun real që paraja informale dhe korrupsioni të deformojnë vetë ekonominë, zgjedhjet dhe funksionimin demokratik të shtetit shqiptar. Të dashur qytetarë, këto janë akte konkrete që dëshmojnë vullnetin e palëkundur të Partisë Demokratike dhe grupit parlamentar të Partisë Demokratike për një proces sa më të shpejtë dhe serioz të antarësimit me të drejtat plota të Shqipërisë. Vjoj më tej me lajmet, ish deputeti demokrat Ervin Saliani e quan fars dhe null procesin e zgjedhjeve pa garë në PD. Ai publikoi pamje nga qendrat e votimit, duke thënë se në këtë proces kanë votuar 8 herë më pak demokrat nga sa Selia Blu pretendon. Ervin Saliani zgjodhi të flasë me prova 2 ditë pas zgjedhjeve parival që rikonfirmuan Sali Berishën për një tjetër mandat në krye të PD. Ai publikoi filmime duke thënë se në votimet e së shtunës Selia Blu freu shifrat. Do ta faktoj që ishte një fars ku nuk kaluan më shumë se sa 5.000 antar numri i antarëve që u paraqitën nëpër qendrat e votimit në degët e Partisë Demokratike, duke e braktisur totalisht Sali Berishën, shifrat e dhëna zyrtarisht, ku diun 37.000, mund t'i kishin bërë edhe 370.000, 370 milion, se në dorë kishin, janë shifrat egzageruara, të pavërteta. Saliani ka shifra të tjera edhe mbi një garë të mundshme mes tij dhe Sali Berishës. Ai thot se kryedemokrati u shmang ballafaqimit me të në garë, pikërisht se është i vetëdijshëm se më shumë se 80% e bazës është e pakënaqur me të. Dhe nuk pranon garë, është e para herë në jetën e vet politike në 36 vite, pavarësisht se e kanë propozuar që ta ndryshojnë këtë nenin e statutit dhe tynim garë me kushte të barabarta, do të humbte në mënyrë dërmuese. Mbi 80% e demokratëve janë të pakënaqur nga drejtimi i Partisë Demokratike dhe nga gjendja në cilën Partia Demokratike është sot, dhe jemi të zhytur të gjithë në dëshpërim për shkak të pengmarrjes që i ka bërë Sali Berisha për interesa personale Partisë Demokratike. I dyti që festoi rikonfirmimin e Berishës përmes këtij procesi nul, thot Saliani, është kryeministri Edi Rama, që e sheh kreun e opozitës si kamerdaren e tij të shpëtimit. Dhe sa po flitet që Edi Rama ka probleme me shtete anëtare në Bashkimin Evropian dhe nuk po kalon i bari, Partia Demokratike vetë i bashkon votat. Sa po Edi Rama del edhe flet titurret spakut nga takimet publike, Partia Demokratike shkon edhe bashkon votat që Komisioni Xhafaj të shkojë edhe të bëjë këtë kontrollin fshatar punëtor në për gjykata, në për
institucione tjera, por të gjithë hallen e kanë të SPAK-u. Edhe mungesa e urimeve nga ndërkombëtarët thotë se ishte një sinjal i qartë mbi shqetësimin për mungesën e demokracisë së brendshme të opozitës. Shqetësimi që ka çdo partner i Shqipërisë, që do që Shqipëria të jetë një vend me standarde, është që kanë rënë standarde demokratike. Ish-deputeti njoftoi edhe takimin e radhës me demokratët më i madhi sipas tij, që prej nisjes së foltores që do të jetë të premte në Tiranë. Sepse sallat nuk na jep regjimi, sallat e mëdha, se kam merak se mos i mërzitet doktori. Shohim pak tani rezultatet e sondazhit online tek shqiptaria.com. Si ju duket rizgjidhja e Berishës në krye të PD pa garë? 11.8% e cilësojnë normale, 85% e cilësojnë pa vlerë, 3.1% janë përgjigjur deri më tani. Duke thënë se nuk e din, janë mbi 4.341 vota të shprehura online tek shqiptaria.com. Një analizë e gjeneruar nga inteligjenca artificiale nga një startup shqiptar, Bulletin Intelligence, reflekton se zëri i opozitës është i përfaqësuar në mediat online në masën 68.2% përballë dukshmërisë së qeverisë në 31.8%. Periudha në monitorim është nga 1 janari deri më 1 maj, 120 ditë në total, dhe mbulon 106.962 artikuj në tituj dhe tekste në 47 mediat monitoruara. Partia Demokratike mbulohet në mbi 26.000 artikuj, ndërsa Partia Socialiste në pushtet gjen hapësirë në gati 13.000 artikuj. Analiza konfirmon se edhe në burime mediatike të konsideruara pro-qeveritare, dukshmëria e opozitës është më e lartë se ajo e mazhorancës. Gjetjet e kësaj analize të gjeneruar me inteligjencë artificiale tregojnë se opozita jo vetëm që ka akses më të madh në sferën publike me 68.2%, por mbulimi ndaj qeverisë vetë është kryesisht kritik në masën 43 deri në 51%, kundrejt 9 deri në 11% pozitiv në të 4 muajt. Kryeministri Rama thotë se ky raport rrëzon tezën se mjedisi mediatik në Shqipëri është i kapur nga qeveria. Për më tepër, kritika ndaj qeverisë e tejkalon mbulimin pozitiv me pothuajse 5 herë vështirë se ky është profili një vendi ku kritika heshtet, zërat e opozitës marginalizohen, apo pluralizmi mediatik është thjesht dekorativ, shkruan shefi i qeverisë në një postim në rrjetet sociale. Treguesit empirik e vendosin Shqipërinë 33.2% në pragun e lidhur me sistemet mediatike të kapura në mënyrë strukturore. Një operacion i gjerë ndërkombëtar mes SPAK-ut dhe antimafjas italiane goditi një grup kriminal shqiptar të përfshirë në trafikun e drogës, pastrimin e parave dhe një ekzekutim mafioz në jug të Italisë më 25 prill të vitit kaluar. Në një konferencë për shtyp, drejtues të SPAK-ut dhe Dias veçuan rrezikshmërinë e grupit dhe aktivitetin e gjerë kriminal. GKK lëshoi 10 masa sigurie dhe vendosi sekuestrim të 23 pasurive, ndërsa gjykata italiane mori 5 masa të tjera sigurie. Një aksion i zhvilluar mëngjesin e kësaj të martë në Shqipëri, Itali dhe Spanjë kundër një organizate kriminale të drejtuar nga shqiptarët. Objektivi forcave speciale të disa vendeve, zbatimi 15 masave të sigurisë, 10 prej të cilave nga gjykata e posaçme në Tiranë dhe 5 të tjera nga autoritetet italiane, 11 shqiptar dhe 4 të tjerë italian, në mesin e të cilëve 4 gra që u lanë në masa më të buta sigurie, 1 arrest shtëpie dhe 3 detyrim paraqitje. Operacioni ushtri në Tiranë, Fiere Vlorë, si edhe në Barleta, Rom, Anjani dhe Madrid. Mbi grupin kriminal rëndojnë 6 akuzat të rënda penale, si vrasje me paramendim, tentativ zhvatje, armbajtje pa leje, favorizim personal, shkelje të masave parandaluese personale dhe pastrim parash. Në Shqipëri u arrestua në një vilë luksoze pranë Teg, Ergjys Kastrati, alias Bishja, i konsideruar një ndër 2 më kryesorët e grupit, i cili prej 2 vitesh ishte në kërkim ndërkombëtar nga Italia. Gruaja e tij Desmira Ceco dhe 2 shoferë që bënin transportin e parave të pista nga Italia për të investuar më pas në Shqipëri, të provuara përmes pamjeve të kamerave ku shfaqen në kamion, përfshirë edhe tufat e parave të sekuestruara. Hetimet u fokusuan fillimisht te zbardhja e vrasjes së parukierit italian Francesco Di Viesti,
Ngjarja ndodhur më 25 prill 2025 në Canosa di Puglia. Atë mbrëmje, divjesti u përfshi në një konflikt në një bar të Barletas, një qytet mes barit dhe Foggias. Autoritetet italiane publikojnë momentet e dhunës ndaj tij. Ai u dërgua brenda disa shpellave pranë një zone të izoluar ku qëllua 5 herë nga 2 pistoleta. Më pas, të riut ju vu flaka brenda disa gomave me qëllim të kufoma të DJ sipas një metode të përdorur në vitet 90 në këtë zonë. Pamjet me dron tregojnë vendin ku ai u gjeti pa jetë. Provat e mbledhura tregojnë se italiani është ekzekutuar nga një shqiptar dhe 2 italian, burrë dhe grua që ndihmuan në fshehje të gjurmëve të krimit. Më 25 qershor 2025, shqiptari Igli Kamberi, kryetari i grupit kriminal që dyshohet i përfshirë në krim dhe që ishte larguar 2 ditë pas ekzekutimit të divjestit, u arrestua në Hungari, jo për vrasje, por për posedim të 24 kilogramëve kokainë në një hetim të prokurorisë së Tranit, tashmë i ekstraduar. Antimafia e barit i dërgoi provat Tranit për të bërë të mundur arrestimin e tij për vrasjen e divjestit. Detajet e operacionit u dhanë në një konferencë të përbashkët të SPAK me partnerët italianë, ku ishin të pranishëm drejtuesi Klodian Braho dhe prokurori i çështjes Vladimir Mara. Bashkëpunimi i sotëm dhe eksperienca disa vjeçare e bashkëpunimit midis SPAK-ut dhe prokurorisë së barit përbën ndër shembujt më të mirë të bashkëpunimit gjyqësor që SPAK ka patur me autoritetet e huaja këto vite. Ky bashkëpunim konfirmon faktin se skuadrat e përbashkëta temore mund të jenë një mjet procedural efektiv në goditjen e krimit të organizuar transnacional. Prokurori italian Giuseppe Gatti foli për grupet kriminale shqiptare, duke i konsideruar me një nivel shumë të avancuar strukturor dhe që deri më tani janë nënvlerësuar. Aktualisht, mund të themi se organizatat kriminale shqiptare janë ndër më të shpërndara dhe më të fortat në BE, ndoshta për një kohë të gjatë janë nënvlerësuar. Sot realiteti tregon një nivel shumë të lartë kriminalitetit të strukturave shqiptare, përveç trafikut të drogës, sjellin edhe një kulturë kriminale me origjinë mafioze, e krijuar dhe konsoliduar në Shqipëri. Për të treguar agresivitetin e grupit, Gatti merr shembull mënyrën e ekzekutimit të divjestit dhe justifikimin që ka për të vrasësi i dyshuarit i tij. Questi gruppi criminali Personi akuzuar për vrasje e justifikon ekzekutimin duke thënë se nuk ishin respektuar rregullat e familjes. Kemi arritur të kuptojmë një model kriminal që ka bazën në Tiranë, por që është rirë edhe në Itali, duke ruajtur rregullat dhe hierarkinë tipike të organizatës më. Grupet shqiptare kanë gjetur terren në Itali, janë fuqizuar dhe modernizuar. Element të krimit organizuar shqiptar kanë gjetur një mbështetje tek element të krimit organizuar këtu në Itali, duke krijuar modele të saktuara, bashkëpunuar, avancuar dhe modernizuar në kryen e veprave penale. Gjatë hetimeve për llogaritë të personave të këtij grupi janë sekuestruar edhe mbi 412.000 euro kesh te familjarët e tij, ndërsa GKO ka pranuar kërkesën e SPAK për sekuestrimin preventiv të 23 pasurive të tjera. 4 bizneset shpërndara nga jugu në veri, 10 llogari bankare dhe 8 automjete janë mes pasurive të sekuestruar të grupit kriminal të shkatruar nga SPAK-u dhe DIA në Itali. Pasurit janë kryesisht në emër të familjarëve të anëtarëve të grupit, sidomos drejtuesve Kamberi dhe Kastrati. Igli Kamberi dhe Ergjys Kastrati njihen si 2 prej personazheve kryesore të grupit kriminal që u shkatërrua pas një hetimi të përbashkët të SPAK dhe antimafias italiane. Kamberi konsiderohet kreu i grupit kriminal në fushën e pastrimit të parave. Autoritetet italiane përveç vrasjes së një berberi 24 vjeçar në Itali e akuzojnë edhe për episode të tjera. Ruajtjen e 24 kilogramëve drogë në bloqe në një garazh në zonën industriale të Barletës, në bashkëpunim me 2 italian, apo edhe për posedim të 11 kilogramëve kokainë, e sekuestruar 10 orin e kaluar. Personazh tjetër i rëndësishëm i grupit është Ergjys Kastrati, alias Bishja. Ai rezultonte i shpallur në kërkim ndërkombëtar prej 2 vitesh, si nga autoritetet shqiptare ashtu edhe ato italiane. Forcat speciale kanë prangosur në një prej rezidencave luksoze të kryeqytetit, afër qendrës tregtare Teg. Të dyve, por edhe antarëve të tjerë të grupit apo të lidhurve me ta, u janë sekuestruar plot 23 pasuri, me vlera miliona euro. Mes pasurive të sekuestruara me vendim të gjykatës së posaçme pas kërkesës së prokurorëve të SPAK, Vladimir Mara dhe Dritan Prençi, rezultojnë 4 biznese, 680.000 euro kesh, 10 llogari bankare dhe 8 automjete. Numri më i madh i pasurive janë në emër të një personazhi me emrin Bardhok Gjergji, lidhja e të cilit me grupin është ende e paqartë. Gjergjit i është sekuestruar biznesi i tij i shitjes dhe dhënies me qerat makinave Auto Rent and Sell Albania,
të gjitha kuotat, aksionet dhe asetet e kësaj shoqërie tregtare të krijuar që në vitin 2017. Bashkë me biznesin Bardhok Gjergjit janë sekuestruar edhe 5 makina të markave të ndryshme dhe një llogari bankare. Vetë kreu të grupit Igli Kamberi i është sekuestruar një biznes në emrin e tij, restorant dhe shërbim catering i hapur në gusht 2024 me adresë në Kashar të Tiranës. 2 llogari bankare të vendosura në sekuestro preventive i përkasin bashkëshortes së Igli Kamberit, Nevila Kamberi dhe SE-s së saj, Dituri Buzi, ndërsa të atit Fatos Buzi ju sekuestrua një biznes me emër Fermer Fatos Buzi për prodhimin e fruta perimeve në Mbrostar të Fierit. Edhe bashkëshortes së Ergys Kastratit, Desmira Ceco, janë bllokuar 2 llogari bankare. Ndërkohë, pasuritë e tjera të bllokuara janë në emër të personazheve të tjerë, ende e pazbuluar lidhje me grupin. Bëhet fjalë për 2 llogari bankare në emër të Sajmir Pirrës, si edhe një automjet i tij, 2 llogari bankare në emër të Sokol Fushës, një biznes dhe një llogari bankare në emër të Lefter Nelaj, si edhe 2 automjete të Edi Brahajt. Administratori i biznesit të Nelajt, një kompani ndërtimi në Laç, rezulton pronari kompanisë së dhënies me qira të automjeteve Bardhok Gjergji. Lefter Nelajt, një 53 vjeçar nga Fush Miloti, është vendosur në sekuestro edhe shuma e parave prej 680.595 euro, që ju zbulua më 14 nëntor 2024 teksa po tentonte ta fuste në Shqipëri përmes pikës kufitare të Muriqanit në Shkodër. Sekuestrimi i pasurive zbulon një fakt interesant për të gjithë grupin, shpërndarje në një territor të gjerë të vendit me biznese nga jugu në veri, me qëllim pastrimin e parave të pistat të siguruar nga trafiku i drogës dhe zhvatja. Policia ka arrestuar Petri Bozon, i cili dyshohet se shkaktoi aksidentin tragjik në Elbasan ku humbi jetën një fëmijë 7 vjeçar. Vetë regjisori ka deklaruar para hetuesve se pak qaste para përplasjes kishte përshëndetur një efektiv policie që ndodhej në zonë, duke lënë të kuptohet se mund të ketë pasur një moment shpërqendrimi gjatë drejtimit. Mes lotove e dhimbjes, familjarët i dhanë lamtumirën e fundit të voglit Algit, i cili humbi jetën në aksidentin tragjik, ku përfshi regjizori Petri Bozo. Sipas dëshmitarëve okular, 7 vjeçari po kalonte rrugën së bashku me nënën e tij, pasi kishin shoqëruar motrën në shkollë. Ndërsa Petri Bozo ka deklaruar në polici se nuk e kishte vënë re fëmijën, edhe pse lëvizte me shpejtësi të ulët, madje kishte përshëndetur edhe policin para se të godiste për vdekje fëmijën. Kam qenë me shpejtësi të ulët se ka kufizues në rrugë. Kam përshëndetur një efektiv policie që ndodhej aty. Më pas kam goditur një objekt. Nuk e kam parë çfarë ka qenë dhe kam tentuar të devijoj sapo ndjeva përplasjen. Kur dola nga makina, pash fëmijën. Aksidenti tragjik ka rikthyer në vëmendje problematikën në aksin nacional Elbasan Librazhdi, i cili nuk ka mbikalim. Banorët detyrohen të kalojnë çdo ditë në mes të rrugës, e cila ka sinjalistik, por nuk respektohet nga shoferët. Shumë aksidente janë krijuar. Shumë? Po, gjithë ato njerëz janë që janë në pasojë vdekje. Po shumë jemi që janë rrugë vdekjes. Këtu duhet të ketë edhe një zhilluk, duhet të zbatojnë sinjalistikën. Ndërkohë shkolla ku i ndjeri ishte nxënës i klasës së parë reagoi në një mesazh prekës. Sot zemrat tona janë të thyera. Një engjëll i vogël, Algiti, u largua padrejtësisht dhe shumë herët nga kjo botë, duke lënë pas një dhimbje që nuk përshkruhet me fjalë. Në korridoret dhe klasat e shkollës sot ndihet heshtja, mungesa e buzëqeshjes së tij të pafajshme dhe e hapave të vegjël që nuk do t'i dëgjojmë më. Asgjë nuk është më njësoj. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak me lajmet e tjera. Rikthehemi sërish me lajmet. Në të gjithë vendin do të ndërtohen vend depozitime ku do të grumbullohen përkohësisht mbetjet inerte. Ministria e Mjedisit thotë se këto vend depozitime do të jenë përkohshme derisa në Shqipëri të përfundojë së ndërtuar infrastruktura rajonale për trajtimin përfundimtar të këtyre mbetjeve të ndërtimit. Inertet nuk do të depozitohen më në për landfille ekzistuese, por në disa vend depozitime të reja që do të ngrihen vetëm për këtë qëllim. Përmes një projekt vendimi të hedhur në konsultim publik, Ministria e Mjedisit synon të zgjidhë problemin e mbetjeve inerte që idhen në landfillet aktuale të mbushura ose në rastin më të keq në zona të ndryshme në mënyrë të pakontrolluar. Në vend depozitimet e përkohshme do të hidhet dheu i gërmimeve, si dhe materialet që rezultojnë nga prishja e ndërtimeve. Këto zona do të ndërtohen në të gjithë vendin e do të operojnë jo më shumë se 3 vite,
por në raste të veçanta kur infrastruktura rajonale për trajtimin e mbetjeve inerte nuk është ende funksionale, zgjatet koha jo më shumë se 2 vite të tjera. Në kushtet aktuale ku infrastruktura rajonale për menaxhimin e mbetjeve inerte mungon ose nuk është ende plotësisht funksionale, depozitimi pa kontrolluar i këtyre mbetjeve përbën një problem të rëndësishëm mjedisor dhe urban. Venddepozitimet e përkohshme do të jenë në sipërfaqe jo më të vogla se 5.000 m2 dhe do të ndërtohen nga subjektet të autorizuara nga Agjencia Kombëtare e Ekonomisë së Mbetjeve. Venddepozitimet e përkohshme të mbetjeve inerte konceptohen si vendodhje të autorizuara, ku depozitimi kryhet në mënyrë të kufizuar në kohë dhe kapacitet dhe vetëm për mbetje inerte. Ato funksionojnë si infrastrukturë kalimtare brenda sistemit të menaxhimit të integruar të mbetjeve, duke siguruar trajtim të kontrolluar deri në vënien në funksion të landfillit përkatës. Projektakti vendos gjithashtu objektiva për rikuperimin dhe riciklimin e mbetjeve si standard që zbatohet edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Në relacion thuhet se ngritja e këtyre venddepozitimeve nuk do të ketë efekte për buxhetin e shtetit, pasi kostot do të përballohen nga subjektet e autorizuara përmes mekanizmave të tarifimit të shërbimit. Detyrimet e prapambetura u rritën me 11.4 milion euro në 3 mujorin e parë të këtij viti dhe problemi kryesor vijon të jetë mos likuidimi i investimeve të bëra nga privati. Sipas të dhënave të Ministrisë të Financave, në fund të muajit mars, detyrimet e institucioneve qendrore dhe vendore ishin 72 milion euro. Miliona euro të parashikuara për investime gjatë vitit të kaluar, por edhe në 3 mujorin e parë të këtij viti nuk shpenzohen nga institucionet dhe bashkitë, e nga ana tjetër Ministria e Financave raporton për rritje të detyrimeve që ka shteti për investimet e kryera e që nuk janë paguar. Në 3 mujorin e parë të këtij viti rezulton se detyrimet e prapambetura të institucioneve qendrore dhe vendore u rritën me 11.4 milionë euro në raport me vitin 2025 dhe arritën në 72.6 milion euro në total. Edhe pse pushteti vendor ka vlerën më të madhe të detyrimeve të papaguara, rritja më e lartë në këtë 3 mujor ka ardhur nga institucionet qendrore. Konkretisht 19.4 milion euro i takon ministrive dhe 33 milion euro bashkive. Afro 28% e këtyre borxheve janë vetëm fatura të palikuiduara të investimeve të bëra. Sipas raportit, institucionet kanë 20.6 milion euro detyrime për investimet që privati ka kryer dhe që nuk janë likuiduar, dhe më problematike rezultojnë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministria e Bujqësisë. Sa i përket pushtetit vendor, kryesojnë Bashkitë Vor e Pogradec. Pas investimeve janë 7.6 milion euro borxhe për shërbime që institucionet kanë marrë nga privati, por ende nuk kanë paguar. Dhe më pas vinë vendime gjyqësore që lidhen kryesisht me largimet e padrejta nga puna të punojësve të administratës. Afro 7.3 milion euro i përket kësaj kategorie, ku pjesa më e madhe është përqendruar tek Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Brendshme. Më pas janë 3.3 milion euro borxhe për mallra të blera nga shteti të papaguara, si dhe 1.4 milion euro detyrime të prapambetura për mirëmbajtje, problematika të hasura kryesisht tek bashkitë. Nesër, besimtarët musliman në mbar botën do të kremtojnë një nga festat më të rëndësishme të kalendarit islam, Kurban Bajramin. Në Tiranë, falja Kurban Bajramit do të bëhet në orën 6:30 mëngjesit në bulevardin Dëshmorët e Kombit, deri tek sheshi Skënderbej. Hapja e programit me lexim Kurane dhe ligjërata do të nisë prej orës 6. Në një njoftim, komuniteti musliman i Shqipërisë fton besimtarët të pajisen me sixhade për të qenë më komod gjatë faljes. Vendi i faljes për burrat do të jetë përgjat bulevardit, ndërsa gratë mes Ministrisë së Financave dhe Parkut të Rinia. Me rastin e kësaj feste, urime përcolli kreu i komunitetit musliman shqiptar Bujar Spahiu, i cili bëri thirrje për rikthim në vlera dhe moral. Një blok shkurt me lajmet. Të dashur besimtarë musliman, vëllezër dhe motra, në prag të festës së madhe të Kurban Bajramit, kam kënaqësinë dhe nderin që në emrin tim personal dhe në emër të komunitetit musliman të Shqipërisë, t'ju përcjell urimet më të përzemërta për paqe, mirësi, begati dhe harmoni në familjet tuaja. Ky mesazh mbetet edhe sot një thirrje e fuqishme për të forcuar moralin, përgjegjësinë dhe humanizmin në jetën tonë të përditshme. Në këto ditë të bekuara, mira besimtarë nga mbar bota ndodhen në tokat e sheta të Mekës për të kryer haxhin.
një nga shtyllat themelore të Islamit. Haxhi është simbol i unitetit, barazisë dhe përkushtimit ndaj Zotit të gjithësisë. Besimtarë të gjuhëve, kulturave dhe kombeve të ndryshme bashkohen në një adhurim të përbashkët, duke dëshmuar se feja jonë ndërtohet mbi paqen, respektin dhe vlerat njerëzore universale. Mirë, ndjekim tani një blok shkurt me zhvillimet të tjera. Parandalimi i zjarreve ishte në fokus të takimeve që zhvilloi drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në Kukës dhe Dibër. Vartësve ai u la porosi të mbajnë në kontroll ata persona që kanë shkaktuar zjarre vitet e kaluara. Hita kërkoi gjithashtu që policia të marrë kontakt me administratorët e njësive administrative, si dhe të njoftohen barinjt se mbajnë përgjegjësi për territorin që kanë marrë në përdorim, nëse bie zjarr apo kultivohen bimë narkotike. Presidenti Bajram Begaj u prit në një audiencë nga Papa Leon i 14 në Pallatin Apostolik. Në takim u fol për marrëdhëniet e shkëlqyera me Selinë e Shenjtë, integrimin në Bashkimin Evropian dhe kontributin shqiptar për paqen dhe stabilitetin në rajon. Begaj e ftoi Papën për të zhvilluar një vizitë në Shqipëri. Më pas ai u takua edhe me sekretarin Pietro Parolin, me të cilin u diskutua ndër të tjera edhe për Kosovën. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha ndodhet në Lituani ku u prit nga kreu i Komisionit të Jashtëm Parlamentar Remigius Motuzas. Gjatë takimit ata folën për zgjerimin e bashkëpunimit, ndërsa edhe një herë Lituania konfirmoi mbështetjen e vazhdueshme për Shqipërinë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në plazhin e Velipojës vijon pastrimi i mbetjeve dhe sistemimi i brezit të radar në mënyrë që të jetë sa më i pastër këtë sezon turistik. Pamjet i ndau në rrjetet sociale kryeministri Edi Rama, i cili thot se kjo perle e Adriatikut po kthehet edhe më mikpritëse për pushuesit. Kevin Margjoni, i shpallur në kërkim si një nga personat e përfshirë në laboratorin e kokainës të zbuluar në Frakull të Fierit, u arrestua në Spanjë. Gjykata e posaçme i ka caktuar 49 vjeçarit arrest me burg për trafik lëndësh narkotike në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal dhe pritet të ekstradohet drejt vendit tonë. Shkodrës i ka dhënë shumë dhe në shenjë mirënjohjeje Universiteti Luigi Gurakuqi akordoi studiueses italiane Lucia Nadin titullin doktor honoris causa. Pasi i dorëzoi titullin, rektori Tonin Gjuraj shprehu mirënjohjen për promovimin e historisë dhe kulturës shqiptare prej më së 3 dekadash. Dokumentin e rall Statutet e Shkodrës. Vite më parë, studiuesja italiane Lucia Nadin e nxori nga Biblioteka e Muzeut të Venecias dhe e solli përmes një libri, duke hedhur dritë mbi historinë mesjetare të këtij qyteti. Ky është vetëm një ndër kontributet e Nadin, e cila e apasionuar pas historisë son, ka kryer edhe një sër studimesh të tjera. Një vlerësim për të gjithë kontributin ndër dekada ja dha Universiteti i Shkodrës Luigi Gurakuqi. I akordon profesor Lucia Nadin titullin doktor honoris causa me këtë motivacion për lidhjen e veçantë të zonjës Lucia Nadin me shkencat historike dhe albanologjike, të cilat janë të thella dhe të dokumentuara nga zbulime të vyera dhe në botime të vlefshme, ndër të cilat spikasin për nga rëndësia statutet mesjetare të qytetit të Shkodrës, aja ka hulumtuar si askush tjetër në arkivat e Venetikut. Mirënjohëse dhe emocionuar, Lucia Nadin tha se jetën e saj do të vazhdojë t'ia dedikojë Shkodrës. Edhe këtë pak kohë që më ka mbetur për të punuar, ky qytet do të jetë në prioritetin tim, pasi Shkodra është jo vetëm pjesë e studimeve të mia, por edhe e jetës sime. Është një qytetërim që ka lidhje të forta me Italinë dhe Shkodrën, e gjen kudo në Itali, që pas vdekjes së Gjergj Kastriotit. Sot gjurmët tuaja gjenden nga jugu në veri në çdo detaj të jetës sociale, kulturore, fetare, ekonomike të Italisë, sidomos në Venecia. E cilësuar si një Edith Duran me kohë moderne, 85 vjeçaria Lucia Nadin ka kryer edhe një sër studimesh të tjera, që nga emigrimi shqiptar në Venecia gjatë shekujve 15-16, luftrat e Skënderbeut, si dhe historinë e klerikëve katolik shqiptar në Republikën e Venecias. Kontributi i saj u pasqyrua 2 vite më parë edhe në një dokumentar me titullin Lucia Nadin dhe shqiptarët në Venedik. Ajo që vërehet nga studiuesja në veprat e saj është se Shqipëria mesjetare ishte në fakt një Shqipëri europiane. Mbrim në fund të këtij edicioni lajmesh me këto informacione, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim.